që ekziston në Mitrovic nuk është i ri, edhe nuk është i lehtë për me u zgjidh. Është problem politik, nuk është thjesht një problem teknik, i cili mundet me u zgjidh thjesht me një vendim që mund ta merr qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivel lokal atje, por shumë më kompleks edhe definitivisht që mendoj që nuk zgjidhet problemi i Mitrovicës pa qytetarët e Mitrovicës. Edhe marrja me vetin proces e qytetarëve të Mitrovicës të i përfshi gjitha nacionalitetet atje, do të bënte që zgjidhja të mirë kuptohej, po edhe të implementohej në finale. E dim që komuniteti serb atje është i instrumentalizuar edhe lidert e lisës serbe që e kanë atë habitatin e vetë në veri, e dim që janë në ndikim të Beogradit, edhe betejën politike që e zhvillojnë me Kosovën, e shfrytëzojnë atë pjesë të vendit, atë pjesë të shtetit Kosovës, për të çuar përpara agjendën puro politike, pa çka kokën për jetën ditore që e bën qytetari i zakonshëm atje. Veprimet që kanë ndërmarrë policia e Kosovës atje në luftimin e kriminalitetit edhe të bandave, besoj që e ka mrri deri në një masë efektin e vet, edhe këta që jetojnë atë pjesën veriore din më mirë, po pra ato që ne kemi pa dhe komunikimet që i kemi me njerëz që frekuentojnë atë pjesë, më thonë që është shumë e lehtë jeta ditore, po definitivisht nuk përfundon vetëm me veprime policore dhe zgjidhja e atij problemi, po patjetër që përfundimi do të jetë zgjidhja politike. E se sa do të ketë presion Serbia që t'i lirojë serb e Kosovës nga e presioni Beogradit që vazhdimisht i marrën në mënyrë që të adaptohen dhe të pranojnë realitetin se Kosova është është unike edhe legjislacioni i Kosovës, kushtetuta e Kosovës i garanton mjaftueshëm drejtat e është çështje politike, kjo është çështje ligjore, procedurale, teknike. Është çështje puro politike. Dhe duhet diskutohet mes palëve apo thjesht institucionet e shtetit ta shtrinë edhe ligjshmërinë në këto dy sektor? Kur thëmë çështje politike, thëmë çështje politike në kuptimin që duhet ketë presion politik qeveria në Beograd për i komunitetin ndërkombëtar që t'i lirojë serbt e Kosovës që të jetojnë lirshëm në këtë pjesë, të mos i bëjnë presion dhe të heqë çdo orë nga instrumentalizimi i tyre, përdorimi i tyre përmes metodave që janë të